Në shkollën nëntëvjeçare të fshatit Zvezdë është zhvilluar një aktivitet i veçantë për argëtimin e nxënësve si dhe nxjerrjen në pa të talenteve të kësaj shkolle. Ky aktivitet nisi me shfaqjen e filmit për fëmijë Udhëtim drejt shtëpisë, një film vizatimor artistik, edukues dhe argëtues, i cili u ndoq me interes. Ky film vendoset edhe në teatr, por Jurgeni mendovi që t'ja sillte këtë film edhe nxënësve të shkollës nëntëvjeçare Zvezdë. Po ashtu, në këtë aktivitet përfshihet edhe ekspozita e pikturave, të cilën nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Zvezdë kanë pikturuar, kundër të cilat janë edhe pikturat e tyre të cilat i kemi vendosur, pikturat e tyre më të bukura. Përveç këtyre aktiviteteve ne kemi marrë pjesë edhe shumë aktivitete të tjera me korin që është ngritur në shkollën nëntëvjeçare Zvezdë. Dhe fëmijët e talentuar kapsh plot, si në këngë, si në pikturë, si dhe në teatr, në aktrim. Gjithashtu në këtë aktivitet u çel dhe një ekspozit me piktura të ndryshme, të realizuara nga nxënësit më të talentuar të kësaj shkolle, duke pasqyruar kreativitetin dhe përkushtimin e tyre artistik. Disa piktura janë si kjo gota, ëngjëll dhe shumë të tjera, kam vendosur të tregoj botën time emocionale nëpërmjet tyre. Mësuesi na tha që të bëjmë piktura, të zgjidhnin vetë dhe unë zgjodha piktura që pasqyrojnë Brazilin dhe një bebe e cila është pasqyron një gëzim. Të bësh një pikturë e ardhshme? Edhe mundet. Në këtë aktivitet ishin ftuar dhe disa aktorë të rinj, të cilët së bashku me nxënësit luajtën disa pjesë humoristike.